sërish, po nis një lëvizje e re. Një lëvizje e re që me hir apo pa hir do të sjellë zhvillime të reja brenda Partisë Demokratike. Koha do t'rregojë se çfarë do ndodhi, por ka një padurim duke parë dhe deklarata e Ilir Ali Mehmetit, që qartësi ka folur kundër, po ashtu ngacmimet nga ish kryetari i Këshillit, nga kryetari i Forumit Rinor, pra ka disa zëra që po nuk e di qëllimin e vërtet se cilë kanë, po ka disa zëra që po dalin dhe po belbëzojnë kundër këtij lloji stagnacioni apo këtij qeverisje të Berishës që nuk po i çon as gjikundi Partinë Demokratike. Ajo që është e re nuk është belbëzimi këtyre, po është dorëzimi i Berishës, se ti kur thua që protesta po ka shkak këtë gjë. Ka një gjë, nuk mendoj që është dorëzim. Unë mendoj që Berisha ka aprovuar, pra Berisha në vendimarrje tashmë kupton që nuk mund të jetë më me vendime absolutizmi, ekskluziv, njëri që mund të imponohet. Ata po imponohen sepse Berisha e shikoi që është i pafuqishëm për të ndryshuar gjendjen e Partisë Demokratike. Unë mendoj që Berisha do bëj çdo lloj skeme tjetër mundur në mënyrë që ta mbaj prap partinë në qeverisjen e dorës të fortë të tij dhe të ikurt. Pse kam të bindje se ka fakte të dhëna. Rasti i parë është që nuk i bëri përgjegjës drejtuesit e qarqeve për humbjen. Bëri këtë shprehjen e madhe të gjithë platformës se nuk ka pasur zgjedhje, ka pasur votime, që do thotë që përballë këtij sistemi nuk mund të zgjedhësh, domethënë ti miraq vota sado sistemi të t'japë ty. Mi po e legjitimoj sistemin duke pranuar mandatet dhe ishte i dobët argumenti që ne do futemi në parlament se s'mund të zgënjejmë votuesit tanë, se në një lloj forme e legjitimon. Unë nuk mund të them që Redi është mjek i paaftë, valla. Ka diplomën e mjekësisë e ka të marrë në mënyrë false, pastaj them po, s'kam mjek tjetër do futem do operohem. Se nëse unë besoj që ti s'më operon dot, s'kam se futem në operacion. Dakor. E para, e dyta, është e vërtetë që pa bekimin e Berishës, askush nuk e merr atë parti për shkak sepse ka arritur ta kthejë veten në një lloj lideri mitik. Pra ka një lloj misticizmi që e rrethon. Njeriu që rrëzoi komunizmin, njeriu që ndërtoi demokracinë, partinë e parë pluraliste, njeriu që i mundi baballarët dhe që do mundi dhe fëmijët e tjerë, pra një histori 35 vjeçare në cilën ai është mistifikuar. Përfaqëson dhe atë burrin malcor i cili ka një ndërtim kulturor në shoqërinë e sotme, pra njeriu që e mban fjalën, njeriu që nuk lëshon, njeriu që po bëri marrëveshje po problemi është që këto s'mjaftojnë më. Mos harrojmë sot Berisha është 81 vjeç. Është tjetër gjë Berisha kur ishte 50 vjeç dhe arriti ta rikthente veten në arenën politike mas atë. Marsit këto ngjarje që na solli Almeri që pa njohura për publikun. Unë i kam ditur, ka grupime aty brenda. Ata them unë, një grupim është për shembull grupimi i zotit Ali Mehmeti, zotit Sajlani, është zoti Olon Kalaja, janë disa djemë të rinj që janë bërë bashkë, njerëz që mendojnë që kanë aftësi organizative në terren, do bashkuar me njerëz persona politik, që mendojnë që mund të krijojnë një fluks. Por ti mendon që një grup tjetër do t'ja lejoj një grup tjetër janë njerëzit besnik ndaj zotit Berisha, të cilët edhe janë shpërblyer politikisht, siç është zoti Noka, zonja Vokshi, zoti Paloka, dihet që janë rrethi. Dhe janë edhe fluksi që janë në midis ose në mes, të cilët janë dyzuar, siç është zoti Bardhi për shembull. Zoti Kazmen Bardhi sot nuk dihet në cilin anë është arrestuar. Zonja Rita Tapaku duket si një entitet në vetë, se këto janë flukset sot që janë palë kundërshtarë brenda Partisë Demokratike. Unë mendoj që asnjë nga këto flukse nuk do arrijë Redi të krijojë frymë politike ose si thua grup antagonist ndaj doktorit pa marrë bekimin e tij. Dhe mendoj që çdo lëvizje me idenë e imponimit do nuk besoj që protestat ka qenë të imponuara. Unë mendoj që Berisha ka kuptuar që në moment caktuar nuk ka çfarë bën për legjitimuar veten, përveç se do një kaos. Këtë deklaratën që thot Almeri që do vazhdoj Rama të fitojë se jemi në një narkoshtet, Rama do të vazhdojë të fitojë fjalë për fjalë ka thënë Berisha këtë bën sepse do të qëndroj ide se legjitimohem, qëndroj sepse nuk kam humbur. Mi kanë marrë. Kjo është arsyeja. Se s'mund të ushtit pas edhe i lejë zgjedhje, një ditë do të thënë do i lejë zgjedhje, po pse futen zgjedhje bashkiake, nëse regjimi si lejon. Ne kemi unë tek ajo që tha Almeri, po e marr me qenë si informacion, besoj as mos e diskutohet. Pjesën e parë, pra doktori ka parashikuar prognozën, dhe është i saktë në prognozë. Po do vi gjithnjë duke u rrullur, derisa të shkojnë në zhdukje, se do dalin për të treja. Që për fat keq është lajm i keq. Për fat keq është lajm i keq, se ne jemi sistem bipartiak. Por për këto zhvillime që paralajmëron Almeri, po them pra, nuk ka protestë që bëhet pa okejen e doktorit.
Le çfarë thot Almeri, me dëshirën e tij. Ai e ka me dëshirë atë. Imponuar nga zëra. Nuk ka protestë që imponohet tani. Doktori nuk ka dashur. Ju për çudi, ju jeni 3 njerëz që njihni shumë mirë PD-n, po me sa duket jam unë më i kthjellë se ju. Nuk ka protestë që imponohet që imponon dikush protestë Berishës. E thash unë këtë. Okej. Çfarë është? Tani ja çfarë është ta them unë. Është ajo që të thash që është shumë e rëndësishme që ka ndryshuar me Shqipërinë. Hyrja në obor, po ta bëjmë më thjesht. Po ta bëjmë të thjesht. PS dhe PD janë 2 klasa me nxënës që pas 17 nëntorit do futen në provim. Dakor? PS-ja deri tani ka qenë me 4-5, vetëm këto nota ka pas. PD-ja është me 2. Nuk ka më për këto forca politike. Nëse nuk më e merr dot provimin pas asaj date, nëse nuk ul kokën dhe punon. Që thot, Partia Demokratike Berisha e di shumë mirë, e vetëm mundësi që PD-ja të mbijetoj sa më gjatë, Berisha të mbijetoj sa më gjatë, është që ne të jemi një shtet pa rregulla loje politike. Dakor. Dhe këtë mundësi mund t'ja ofroj vetëm Rama. Kaq e thjeshtë është. Qofse Rama në një farë mënyrë do detyrohet, se ky është thelbi i mesazhit evropian, që çuditërisht për herë të parë na vjen. Do detyrohet të futet në rregulla loje, Berisha pastaj nuk ekziston më si faktor politik. Shkon tek ajo, nuk parë rregullat e lojës? Që nuk bëhet politikë siç po bëhet po. Po çfarë janë rregullat e lojës pra? Çfarë janë? Rregulla loja është që ti Pa e lejuar ai, nuk do ta zgjatë. Po cilat janë rregullat e lojës? Madje tini të bindur edhe sikur të ndodhi kjo mbasi zoti Berisha mos jetë më, pra flasim edhe mbas 10 vjetësh, 15 kur mos jetë më dhe biologjikisht, pra në të jetë, ai që do bëhet kryetari i PD-s do të ketë foton e zotit Berisha me vete, në kuptim simbolik, pra do të jetë pasuesja e asaj linje. Ora, di se si ne sidhemi sikur Vladimir Putin ka prodhuar Rusin. Rusia e ka prodhuar Vladimir Putinin, ose sikur Berisha ka prodhuar PD-n. Mentaliteti brenda Partisë Demokratike ka prodhuar Berishën. Votuesi demokrat është pikërisht ai që personifikohet tek ky person. Nuk është e vërtetë kjo, sepse shqiptarët kanë një gjë të mirë të paktën. Kanë patur njerëz edhe më të fortë se sa Rama dhe se Berisha në diktaturë dhe në momentin që kanë ikur i kanë harruar brenda ditës. Ata prodhimi shoqërisë. Dakor, duhet të them diçka që ata që prodhon në moment unë jam i bindur sot që nëse PS-ja nuk do ishte përfshirë, se këtu ngatroheni në analizë. Doktori nuk shkon më shumë se këto 500.000 vota. Nuk shkon. O Denis, do bëhet sekonda. Nëse po ta ndërtojmë mbi një nivelim. Ne nuk tham që doktori do bëhet shumicë parlamentare. Po çfarë? Doktori ka monopolin e pjesës dërmuese të votuesve të djathtë. Ishim te ideja pse protestojnë. Jo, se është argumentim se pikërisht pasqyron këta, nuk i ka prodhuar doktori këta 300.000. Këta 300.000 ka prodhuar një fenomen politik si doktori. Dhe unë po them që vazhdu se kushdo të jetë, mos krijoni kot narrativa që do të dalë ky kundër do bashkohet këtu. Nëse nuk do jetë një kopje doktori. Deri në nuk bëhet të analizë kemi Almeri që tha aty ka kritizer doktori. Tani ne po themi tjetër që nuk ka kritizer aty. Nuk e dim atë pse paragjykon ti deri. Asnjë kush e ka fituar. Le ta shohim. Dakor? Le ta shohim si paragjykon. Nëse ti thua që do të dështoj kjo protestë, çfarë do të thotë? Ka gjë, unë kjo për mua, o Denisin unë i bëra një pyetje. Se du ta mbaj debatin me Denisin. Denis, më thej që duhen rregulla loje që Berishën e përjashtojnë, nëse nuk ka. Çfarë rregulla loje do të thotë? Që nuk mund të qeverisësh në këtë formë, zotëri. Si, çfarë? Ka një perceptim që ka korrupsion të lartë? Po ka. Nuk mund të qeverisësh më me korrupsion të lartë. Kaq se kupton. Ai të ka thënë këtë shef. Të rregull. Ndërkohë Spaku i ka thënë një sekond. Ajo me drejt Redi kapi diçka që unë personalisht kam besuar që Spaku e kishte mbyllur punën me politikë. Kemi thënë këto? Do më lësh t'jap një lajm dhe Redi dhe ty ta. Lajme tani duhet i marrim çik me. Jo, ti merre vërteton. Jo, do t'jap linjën me këtë. Thuaj lajmin. Shiko, unë mendoj që Edi Rama është u pajtohet me linjën plotësisht të Denisit deri në një farë pike. Sepse Edi Rama siç shkoi në Paris me ata kleriket atje dhe ra në sy. Dhe domethënë ngjiti ajo lloj lëvizje publike që bëri, si them, ai marketing publik që i bëri Shqipërisë dhe vetes, në të njëjtën formë kërkon një marketing ose kërkon një trofe politik që të shkojnë në Bashkimin Evropian. Dhe unë mendoj që reforma e drejtësisë Edi Rama ka pikë të dobët dhe si armë për të eliminuar çdo zë të brendshëm dhe të jashtëm. Dakor. Dhe në këtë pikë Edi Rama do bëj çmos. Çfarë do të thënë? Ma lër ta mbaroj pra analizën time. Ai është në sikletë nga Spaku me zotëri, jo për vetë, por për vazhdonjën e vet. Po ai është gati të shohë çdo kënd mos e bën Edi Rama sikur qanë çdo ditë kur arrestosh çdo ditë. Jo, por ka të bëjë me mentalitetin e qeverisë mos zotëri. Unë nis ta çish më gjerë se do ty
them tani, unë nisë ta merresh. Po çalive ka ajo spaku e do t'i vjen në kokë shkurt. Po nuk e si përdor spakun. Videon për 1 minutë. Jepi. Po 1 minutë. Zotri, nga ky moment që po flasim bashkë, deri vitin tjetër, deri nga pranvera vitit tjetër, edhe më shumë, pra mos va fat kohor sepse dalim keq, bëjmë mashtru si lapaj, unë do të themi gjë, do kemi mbi 20 arrestuar zotri. Do kesh mbi 4-5 kryetar të futesh në spekulime. Se ku e di që janë 20 arrestuar. Se po ta them. Korrupsioni këtë gjithta, për korrupsion. Ku e di me numrin? Ma fal po ta them. Do emra ti, do të them unë. Jo, do emër, nuk do emra. S'dua të çojë gabim. Ma bën, jo mos më bën gabim. Se ma bën Edi Ramën mua sigurisht Edi Rama qan çdo natë kur arrestohet Belinda me Erion Velie. Po gëzohet, është gëzuar. E di se ti dopio gjin, dopio gjin. Po ta e ke nga njerëz brëndshëm, pi dopio gjin dhe rrim pikarrike kështu. Kush e ka rallën thot. Pashaj më është pasha. Ti ma gjuni Edi Ramën mua sigurisht prif. Do të bëj një pyetje. Nuk është rrim, është xhamim, nuk falet. Do të bëj një pyetje. Thot o zot, më fal mua më ka. Almeri thot ato që nisim unë. Po jo mos e Denisi, dakord e ka e mban. Po kam një pyetje. Rama është më i fuqishëm sot? Edi Rama është. Më lër ta çoj pyetjen, okay, pastaj. Se kuptove pyetjen. Se kjo është edhe për Marsidin. Është më i fuqishëm sot si kryeministri i Shqipërisë sot apo si kryeministri i Shqipërisë nesër në BE? Ta e pun përgjigje. Për sa kohë Edi Rama ka një opozitë mizerie, siç është kjo përballë, është i fuqishëm në çdo kohë. Në çdo kohë sa opozita i fut përballë. Në çdo kohë sa opozita të gabim i bën zbor. Në vende që nuk janë antar të BE-s mund të bësh të duash. Kur futesh atje nuk bën dot të duash. Ka që thjesht do të jap leksione vetëm për Bullgarinë, për Kroacinë dhe për Rumaninë, si tre vende që kanë ndar kryesin Bullgari dhe Rumania. Sa herë kanë probleme me demokracinë. Si është niveli i demokracisë këto vende? Ka ndryshuar bashkimin. Është cop për demokracinë. Pyete çfarë vitin tani, pyete live. Pyete më testoj tani live, basta. Atë që kisha atë 1 minutë që the se nuk më lamo se s'më la. Tani unë i them Denisit, njerëz më të afërt të Edi Ramës brenda i kanë në qeverisje, të cilët janë përfolur më i dim të gjithë, do arrestohen më Denis, sepse do ky njeriu që ta marri reformën drejtësi ta çojë si trofe në Parlamentin Evropian dhe thotë, "Ja me çfarë erdha unë tek ju." Ju dakord, nuk më morët me kriteret të tjera që unë t'i përmbushja, por erdha të paktën me këtë kriter, që unë reformën drejtësi e bëra duke antarësuar, duke arrestuar njerëz të korruptuar që janë të vetët shumica. Ogerta Manastirliu, mbaj shënim. Frida Krifca, Belinda Balluku, e të tjerë edhe njerëz afër të tij që kanë koordinuar atë me botën e krimit. Kryetar bashkie, Agron Malaj, Benet Beci, Bart Spahia, dhe shumë çka ke në SPAK atje emra të njohur, do t'i kesh të arrestuar oligark. Ka vënë një oligark i Palasos para ca ditësh atje. E kuptoni, ka një padi e re aty. Të gjithë do t'i kesh atje. Pse? Do Edi Rama o Denis. Do ai, jo se ta bëj pur reforma drejtësi. Fakt tezës tonë, në fakt që nuk shkon tezësi me fare. Spaku është komplet ska lidhje me tezë, sepse ai shiça bën bësh debat për PD-n fare më punë ai bën qëllimisht do ta fusi gjithmonë Spakun si vegël Trump. Nuk është. E ke gabim. Po ja këtë po thua pra. Ai ka vegël dhe përdor. E ka të përdorshme. Dhe Edi Rama nuk mërzitet asnjë ditë kur i arreston, bën festë. Tani zotri, pas 17 nëntorit, ku është PD-ja? Ma thua do ti mua. Më ke se ç'është. Për rregull, çfarë? Nuk është pjesë e ekuacionit. Prandaj doktori ka qenë i saktë kur ka thënë 2029 përfundon me 20%, 2034 përfundon me 10%. Po sepse sa ti doktori po, sa ti doktori po. Po ta ketë në një fat keq, por situata është kështu. Në qoftë se ndodh një ndeshje, ekipet e kanë shitur vetë për avën fajin arbitrit. Problemi është që PD-ja këtë skem po bën sot. Pra gjithë fajin e vendos arbitrit, pra Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, shteti etj. M'fal. Po. Një pyetje e thjeshtë. E kanë bërë dhe publikisht. E kanë bërë dhe kur kanë pasur përballë. Ore një emër që është emri i ri në listat e Partisë Demokratike. Politikanë. Dakor. Ore do shkoj PD-ja pas protestës. O Marsit, e kemi m'fal, e kemi Arjan Dojnë me Ulon Kalana vlla. E qarku Durrës e tregoj shembullin. Vër emra të rinj. Ore çdo kush prej nesh në studio, nëse përfaqëson Partinë Demokratike, merr rezultat më të mirë se këta që janë sot në kuponën drejtuese. Këtë kam bindje, e ka treguar me Malia i zotri. Një djalë fantastik u bë në një zonë të majt, super të majt u bë kryetar bashkie. Në përmet e ka përdorur një zoti Shuaib në 2017. Pra, përmeti u nda ngushtë, që është quhet zonë e majt.
Kongresi për Metit, ka një qasje. Vër emra të rinj, mund Edi Ramën kushdo, Denisi e mund. E shkatron Edi Ramën. E mund. Do të bëj një pyetje, këta emra të rinj është mirë që të vazhdojnë apo të ndërpritet karriera? Si të vazhdojnë? Nëse ta përfshin korrupsion fati i Jo, po them politikisht. Kur ke fituar një garë, është logjikisht do të thotë që duhet bësh një garë tjetër apo jo? Po. Okej, do ta shohim në zgjedhje se këtu jemi në zgjedhje. Do jenë prapë këta kandidat apo do jenë kandidatë të tjerë? Që tregon edhe një herë atë. Do t'ja pun lajm me që përmendi ky djali, kjo Vlon Kalaja ka përfituar bashkinë.